Çfarë do të ndodhi në prillin e 2026? Muaj të mbarë të gjithëve. Sot është data 1 prill dhe po e dëgjoni këtë video, por mund ta shikoni dhe gjatë gjithë muajit. Muaji prill është në energjinë e 4 dhe kjo, siç e dini, që bëj analizën e kontratës së shpirtit dhe me ditën e lindjes dhe japim informacione të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me ne pikërisht, me çdo person. Gjithashtu mund të bëjmë dhe analizën e shteteve, të fshatrave dhe shumë të tjera. Po le të përqendrohemi tek Shqipëria dhe tek shqiptarët kudo që ndodheni në tërë botën, sepse rrënjët tona janë në Shqipëri, pavarësisht se jemi në vende të tjera. Muaji prill do ketë një fuqi të madhe si muaj dhe vjen me një energji zgjimi dhe rilindje. Është një periudhë ku shumë njerëz do ndjejnë një thirrje të brendshëm për ndryshim, për të lënë pas të vjetrën dhe për të hapur një kapitull të ri në jetën e tyre. Dhe këtu dua të të them, nëse je interesuar ta bësh këtë, në datën 2 prill, ndërmjet platformës Zoom, do bëhet një trajnim që do kushtoj vetëm 22 euro, sepse është data 2 dhe 22, do të thënë që sillin harmoninë, do vijmë në ekuilibër dhe në balancë energjitë tona. Dhe çfarëdo rituale që kemi bërë deri tani, letrat që kemi shkruar, nëse më keni ndjekur, do themi në datën 2 çfarë do t'i bëjmë atë ditë dhe do bëjmë dhe rituale të tjera. Megjithatë, kam një video më parë, dëgjojeni më tepër dhe mund të më shkruani në privat për të marrë link. Çfarë tjetër do ndodhi në këtë muajin prill? Gjatë këtij muaji, emocionet do dalin më shumë në sipërfaqe. Njerëzit do fillojnë të shprehen të mirën dhe të keqen. Mos u friksu nga kjo, sepse është një mundësi për të pastruar plagët e vjetra dhe për të çliruar veten nga ngarkesat që nuk të shërbejnë më. Dhe këtu dua të them që në datën 27 prill do gjendem në Tiranë dhe gjithashtu në datën 1, 2 dhe 3 maj do bëhet dhe retreat nga afër me 3 ditë me mua, ditë dhe natë, me ushtrime dhe metoda të ndryshme për zgjimin, për rilindjen, vërtet sikur do lindesh një trup i ri. Do më thënë, do punojmë shumë në fellësi, që nga mitra e nënës tonë, nga paraardhësit, nga mosha 0 deri në 7 vjet, me fëmijën e brendshëm dhe shumë gjëra të tjera. Në qoftë se jeni të interesuar, akoma ka grupi 6 vende, më shkruani në privat dhe për këtë nëse doni të jeni pjesa e grupit në Tiranë e retreatit që do bëhet. Dhe këtu për rilindje. Në aspektin e marrëdhënieve, prilli sjell shumë sqarime, disa lidhje do të forcohen, ndërsa disa të tjera mund të mbyllen, nëse nuk janë më në përputhje me shpirtin tënd. Prandaj mos u shqetëso nëse diçka mbaron, sepse siç thamë, është muaj që diçka mbaron dhe diçka e re fillon, dhe sa po vinë marrëdhëniet që në qershor dhe ande, njerëzit që do lidhen në qershor e ande do jenë në një dashuri të vërtet. Avash po përfundojnë këto periudhat që njerëzit lidheshin nga interesi ose jo nga shpirti, ose dhe për shumë të tjera, dhe krijonin plagë. Do filloj vërtet të ndryshojnë gjërat. Dhe i kam thënë dhe në video të tjera. Zgjidh gjithmonë atë që të jep paqe, në qoftë se ke diçka që të shqetëson, kjo do të thotë që duhet të largohet, dhe jo atë që të mban në tension. Dhe në qoftë se është diçka që të ka mbajtur deri tani në tension në marrëdhëniet e tua, do të thënë bashkëshortore, akoma dhe me partner, atëherë erdhi koha të flasësh, të shprehësh emocionet tënde pikërisht ashtu si ndihesh, mos shihesh më, mos ulesh më dhe mos qëndrosh në vendin e viktimës dhe të përcjellësh të gjitha emocionet poshtë dhe të zgjesh nga brenda, sepse ajo një ditë mund të dalë sëmundje.
Tani, në fushën financiare dhe profesionale është një muaj që kërkon durim dhe besim. Mos nxito për vendime të mëdhaja dhe leri gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe dëgjo intuitën tënde. Kjo është një kohë shumë e mirë për të lidhur me veten, për të medituar, për të shkruar dhe për dëgjuar zërin e brendshëm. Mesazhi i muajit është: unë e lejoj veten të rilind, unë zgjedh dritën, qetësinë dhe të vërtetën time. Në qoftë se je interesuar të bësh parashikimin tënd për artën e shpirtit tënd, kontratën, dhe nuk e ke bërë deri tani, të këshilloj ta bësh sepse është një vegël vërtet që ta hap rrugën për gjithçka që të bllokon. Mëson pikërisht çfarë të bllokon dhe çfarë duhet të bësh. Gjithashtu, për shëndetin dua t'ju them që keni kujdes pak me shëndetin dhe ju që nuk shprehni emocionet do keni tension të brendshëm. Prandaj, sa më mirë të shprehni, dhe në qoftë se dëshironi do një ushtrim që mund të bëni, disa gjëra që do t'ju ndihmojnë është: mund të arrini diçka që nuk arrini ta flisni në një person nga frika, nuk mund të bëni terapi private ose në grup, atëre mund të shkoni para pasqyrës dhe të flisni ashtu si do t'i flisni të atij personit. Ose mund të merrni për shembull një send dhe ta emërtoni, për shembull ky send ta emërtoj sikur është ai personi që dua t'i flas. Dhe mund t'i flas këtij sendit për shembull. Mund të merrni dhe fotografi që t'i flisni për shembull. Mira e të mirave është që të arrini të flisni pikërisht ballë për ballë me personin, por duke qëndruar në qetësi. Në qoftë se nuk e mbani dot qetësinë, atëre bëheni këtë ushtrim të thjeshtë. Një ushtrim tjetër i thjeshtë që do të ndihmojë që të shprehesh dhe nuk shprehesh dot, akoma që ta nxjerrësh nga vetja jote, mundesh çdo darkë të sjellësh te Zoti që beson, te Krishti, te Allahu, te engjëlli jot mbrojtës, sille engjëllin tënd mbrojtës të rritë dhe thuaj që unë kam këtë problem. Do të dëgjoj dhe do shikosh, do shkarkohesh. Një mënyrë tjetër që mund të shprehesh, mund të marrësh një fletore dhe e bëj për ditë dhe unë e bëj më tepër në mëngjes, shkruaj mendimet e mia, çfarë ndrepash, si ndihet trupi im. Trupi na tregon shumë gjendjen tonë emocionale. Çdo vend që na vjen, çdo gjë që ka një shqetësim, nëse do të vesh dorën atje dhe të mbyllësh syt, të marrësh frym, mund ta bësh dhe këtë ushtrim, dhe ta pyesësh vendin atje ku ke dhimbje, atë që të shqetëson ose bllokim në gjoks, kush emocion shihet këtu. Dhe këtu dua të them që për çdo gjë ka zgjidhje. Dhe zgjidhja je vetëm ti. Dhe kjo mund të bëhet vetëm kur ti je gati. Jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese për zgjimin kolektiv dhe zhvillimin personal. Gjithashtu jam këtu si terapiste shpirtërore me metoda të ndryshme të ndihmoj në individ dhe në grup të gjesh veten tënde, të mësosh të flasësh, të lirosh dhimbjen që ke mbajtur deri tani, të krijosh një marrëdhënie më të mirë me veten tënde në radhë të parë, pastaj dhe me njerëzit e tjerë. Mos të lirosh frikën, dhe këtë mund të të ndihmoj edhe me librin Simboli mrekullive nga botimet Living dhe në terapi private, që ka 83 madra për lirimin e frikave dhe fobive që mund të kesh. Dhe gjithçka është energji. Mos harro që asgjë nuk ngelet në një vend. Kur ti ndryshon dhe bën një zgjedhje tjetër në një tjetër dimension, ndryshon dhe ajo që ti do zgjedhësh dhe do ndryshoj dhe gjendja. Këtu kemi dhe kërcimin kuantik dhe metoda shumë të tjera që mundesh të bësh pjesëtari i grupeve, akoma dhe në individ, të punojmë së bashku kur ti je gati për gjithçka që të shqetëson. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe telefonin do ta gjeni këtu poshtë në përshkrim.
Ju uroj një muaj të mbarë me sukses dhe gjithçka mos harro